Po rikthehemi me emisionin e Premtja me Halilin, sezon i ri, ne ju thojmë mirë se ju gjejmë gjithëve atje ku gjindeni. Lusim Zotin Gjeleshanu të jeni shëndosh e mirë ju bashkë me familjet e juja. Zoti ja ushtov bereqetin e ju shpërblef me gjithat mirat që s'na keni harru edhe pse na me emision kemi qenë në pushim, por me aktivitetet e pandalshëm asnjë ditë në krejt trevat shqiptare. Gjatë kësaj periudhe, si ne, si ju, jemi ballafaqu me sfidat e kësaj jete. E dikush ka pas gëzim, e dikush ka pas mërzi, e dikush ka pas smundje, e dikush i ka dal ilaçi. Është jeta e kësaj bote e tillë. E lutja jonë është që Zoti të shëron gjithë smurët tanë, e inshallah Zoti sprovat na i lehtëson edhe dynjon me kollajllëk ta kalojmë. Periudhë kjo që ne jemi kanë që disa muaj me mision në pushim, kemi pas shumë vizita prej mërgjimtarëve këtu në shtëpinë e të moshuarve. Zoti shpërblef gjithë ata cilët kanë ardhur me na vizitu neve dhe banorët, e shpërblef me gjithat mirat. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, thash jeta është asisoj, aktivitetet tona me projektet mëdha, me ndërtimin e shtëpive dhe dhënien e shujtave ditore në përkuzhinat tona. Ndër tjera kemi pas edhe pranim të banorëve të ri në këtë shtëpi, po për fat të keq kemi përcjell edhe banor të cilët kanë qenë banorë të shtëpisë, por kanë ndrru jetë. Zoti mëshiroft të vdekurit tanë, e inshallah do Zoti që ne mos ndalemi ndaj shërbimit tyre, ndaj shërbimit të çdo kujt që ka nevojë. E juve, Zoti ju rujt e ju shpërbleft. Na po nisim këtë emision me një historie që na kemi përgatitur historie përmbledhëse gjatë kësaj periudhe që tregon për aktivitetet tona. Është historie minutazh e shkurt, ku neve emisioneve të ardhshme do t'i shpalosim një nga një dhe do flasim më gjithësisht për secilin projekt. E tash, po e ndjekim historien, unë do të mundohem me komentu në pikat shkurtra këtë historie që të keni informata më të hollësishme për çdo aktivitet apo projekt tonë. Pamja që po i shihni është inauguru kuzhina popullore në komunën e Kamenicës, një projekt në bashkëfinancim me këtë komunë. Përveç familjeve nevojtare, kjo kuzhinë do t'ju shërben edhe gjithë nxënësve të kësaj komune, janë mbi 2000 shujta ditore. Pamjet janë të inaugurimit kësaj kuzhine. Këto pamjet tani, shujtat ditore në përkuzhinat tona në Prizren, Vushtri, Janjev, Prishtinë. Mos harrojmë janë mbi 1200 persona që marrin shujtat ditore çdo ditë. Ky është vendi në qytetin e Prizrenit, nga marrëveshja me komunën e Prizrenit na është nda kjo parcel. Ky është projekti që është duke u ndërtu, punimet janë duke u punu. Është selia qendrore e shoqatës qëndrim ditor për të moshuar, kuzhinë humanitare dhe bujtin për student. Pamjet më të kësaj shtëpie, si dhe aktivitetet ditore të banorëve. Hapja puseve, bonarëve për familje që kanë problem me ujë. Është marrëveshja me komunën e Malishevës, po vjen një mega projekt edhe në këtë komunë, është bënë nënshkrimi i kësaj marrëveshje. Është nda parcela, qëndrim ditor për të moshuar, si dhe qendra për rehabilitim të fëmijëve me autizëm, sindrom Down edhe me nevoja të veçanta, si dhe kuzhinë humanitare edhe në këtë komunë.
Ju falenderoj të gjithëve, për mu është privilegj, është kënaqësi, është komuna e 17 që unë marrë titullin qytetarë nderi të qelsat për e bekimit, e bekimi e penderit të qelderi. Faleminderit. Pra na semi ndalë me dhurimin e qelsave të banesave apo nisin e shtëpive të reja, Fadile na këna orë me ta bo shpijen. Pame që po i shojmë është marrëveshja me qytetin e Prizrenit përveç mega projektit Selisë Qendrore Shoqatës, po ndërtohet edhe një lagje, është bo marrëveshja për 50 shtëpi të reja, është nda toka, 35 shtëpi në këtë lagje, 15 shtëpi tjera janë tek familje që posedojnë tokën, do t'ju nisë shtëpia aty. Pamjet janë të projektit në Gjilan, qëndrim ditor, kuzhinë humanitare, pra qëndrim ditor për të mëshuar, kuzhinë humanitare edhe bujtin. Pranimi banorëve të ri në shtëpinë të mëshuarve. Këto janë pamjet e projektit në Podujev. Nisja punimeve në komunën e Suarejkës, që ka ndra zjarë fiksve të kësaj komune, është projekt në bashkë financim me komunën e Suarejkës. E tani madhe në bashkinë e Lezhës në Shqipëri, qëndrim ditor për të më shumë edhe kuzhinë humanitare. Jashtëzakonisht e mirë. Kemi armë me kënaqësinë më të madhe për ta nënshkru këtë marrëveshje bashkëpunimi. Na prifte mbara. Nuk kemi ndalë me dhurimin e pakove ushqimore në për familjet nevojtare. Po ashtu neve kemi marrë pjesë në ndihmën e shumë rastave me smundje të ndryshme, njëkohësisht edhe thirrjen e opinionit për t'i ndihmuar këto raste. Dhurim me plot emocione të shtëpive të reja. Paka shumë këto janë aktivitetet tonat përditshme që ne nuk ndalemi asnjëherë, është bo rutinë e këtij misionit shenjtë të shoqatës bamirëse e jetimat e Ballkanit, që jenë të angazhuar shumë të ri e të reja për ta qenë këtë mision përpara. Unë e lutë Zotin që këtë stafin tim, Zoti e rujt e shpërblef me të mira që s'ditën mu lodh asnjëherë, po gjithmonë të gatshëm për të vazhduar me këtë mision. Storia përgatitur nga stafi për këtë emision, pra storia radhës, vjen nga komuna e Prizrenit, nga treva e Hasit të Prizrenit. Është mentor Likaj që jeton me bashkëshortë dhe fëmijët e tij në një shtëpi shumë të vjetër, shtëpi shumë e vjetër e ndërtuar me gur. Shtëpi e cila nuk i plotson as kushtet minimale për jetesë. Sakrifica e prindit larg nga shtëpia, duke mundu me punu pak me unë gjithë dorën familjes. Është bo kërkesë këtu të shoqata jonë për këtë familje. Ne kemi dërgu stafin ton edhe ata kanë realizu këtë storje, po e shohim bashkë. Tona me që të në shpikët, jo vashin e ty shohë, gjendja vashin e dhe të shohë. Po ma, po
katastrofë. A i një kohë në gjithë që të të jetuat? Që ta si 5 vjetë unë që ta jam. Këj ma shumë, ok. Unë si 5 vjetë që ta jam që ta. Ka pak më më shumë katastrofë. Oja, pija, ta është ndime ku më hinë. Shi për bjerë, për pikë. Këtë shivin, por a ditë ka ra, ka pi këtë. Ka ra një ditë shi shumë. Ma ndime ftaftë. Më që ta lovë që ta rina, ndime, pa ftaftë. A pëse ka më zemi ftaftë. Me tu që ta katastrofë ma ndime, katastrofë, hajnë verë, batë qarë, edhe ndime katastrofë. U pak që kjo në gjëkë, se pa më zinë, pak. Se kështu mija janë, mija. Zënjë në gjëkë që adhënë, puna oajrit. Arjet edhe, Po, për në ka pak, sa për më mjetë që të gjallë. e ranë balë, e ranë mo, që më thonë? E ranë balë, e ranë. E keni pa vetë. E ranë balë, për mu. Së dhe shumë më full, ma për mu katastrofë, e ranë balë. Natën në tut në me flenë natën, tut në me flenë. Më bëtë në dishka tëk, unë tut në. Qona tëk, e për qona e në, a ka hina i sëna i joën. E më shiri dhe në këta poshë, po tut në. Ku më bëna i sënë tak, unë qona. Qysh jam gjëmë qona, qyë vitë po qyja ka hina i sëna i joën. Ne e ta. Në falja, jeni gjithë këtë të jetu, me një kohë në që shmati. Po. A keni familjar një kohë të? Gjithë. Po, ta që të janë do ka pak. Gjithë shto. Unë pe kam shtirë bolë, se përnoj natën pa gjumë, hade shko. 2 ditë, 1 ditë shto. Shtirë është bolë, po shka më bo. Këta jetojnë edhe veprojnë në Zvicër atje. Faleminderit. Kanë kërku për neve disa familje me këshyrë që shpërjetojnë në Kosovë. A janë kushtet rana, por na ku ja kemi dërgu video në juj, këta kanë vendosë juve me u marru shpijen. Falënderë si ka, shola ja jabë Zotit gjithë. A që në marë Zotit ja ashtë. Prej tash keni me pas shpijen e re, Zotit ja ashtë, shola gjithë. janë donatorët vetëm shpijes, do me thonë. Mund është me po përhezë, mund është me. Falënderë shumë Zotit Allah gjithë më djemë një par këtë, shola jabë Zotit. Falënderë shumë. Falënderë shumë. Shumë Zotit ja ashtë. Me thërë, Falënderë shumë. Falënderë inshallah, për herë në kohë. Shala e zonë. shumë. Falënderë. Në mes tyne emocione për lajmin e shpijes, edhe pse donatorja kanë desh me ngel anonim për publikun, ajo është prezente sot me neve, na ja dham lajmin. Kjo pas citatën se qysh po jeton kjo familje, vendosi që kësaj familje sot mja dhon lajmin për shtëpinë e re. Na falenderojmë duke urrë gjitha të mirat asaj edhe familjes saj. Zoti shpërbleft e ju e gëzofshi. Falënderë shumë. Inshallah, Zoti ja ashtë gjithë. Ai që ka ndihmu Zoti e rrit. Bok marrë më bua. Shala në gëzime. Shala Zoti i rrit. Amin edhe ju e gëzofshin. Shala Shala në keni shnetën. Shala. E gëzoni me fëmijë me këtë familje. Shala. Shala e rrit Zoti gjithë familjen e vetë tonë, shala i rrit. Shala në letë këstatit i hëroj, se i ka që juve, a kësa i hëroj.
se për na bërë me shtëpi të re, me djele, me këtë familjen, për na bërë me shtëpi. Inshallah me gëzime, inshallah. Shumë mirë më letë, më ndokë. O mi këtë qysh janë këto, qysh i kam këtë strese, mërzia o mi këtë. Inshallah, që se në shvetë, i bate më të shvetë, në në gëzore. Inshallah. Po vazhdojmë edhe pak me qëndru të familjen mes ty në emocione, na përshëndesim donatorën e vetme të kësaj shtëpies, Zoti është shpërbleft, Zoti është shpërbleft këtë bamirësi. Më ndihme dhe me mujtë me ndihmu, dikojna. E që shonit ju se? Shumë mirë në jetën, pa kam një brengë emocionuse që e baj gjithë. Se këta këmë bo me vetë dëshirë. Të pomë që mërzite me njëherë. Burim ka dekë para 8 vjetëve, edhe të shpirtit e tina, e ku vendosë, falenderit. Me bakit mirësi, inshallah jo exakt. Inshallah, inshallah, xhenet. Inshallah xhenet. Amen. Se ka në djemë, ka por me nonë. Po, po. Zotë i arrujt. Amen, inshallah. Bëhet një jetës ma e letë për juve, gjithashtu për fëmin. Unë vetë kom qikën 2 vjeç. Njëri ku të shekë si seme, në din faktikisht po mire kohë. Edhe nga dëshiroj se cilit fëmi e pos kushtet e nevojshme. Se që këtë fëmi nesër mund të bo, nashta me kushte më të mira, një jetesë më të mirë, edhe për të ardhmen me kriju familje, nësi familje, kër e këna po, thash në onës mësi pas kanë të minë e vogët e sana, ma mirë me konë se na i na shkutëria atje, i na rritë në gërbet, po e dim paka shumë edhe na që dhe më thonë pak ma ngoshte me po ma mire, e na i na shkua, po menoj se mirë është për fëmin, me pas pak një farë perspektive ma të mire. Se të është këtë kena qef me pas. Kërkush nuk thot a ma pak, se cili thot a ma shumë. Për mu, kjo mund që i batë edhe për juve dhe për fëmi, një perspektivë më e mirë, është se më të mirë më të s'këmbo. Falënderit për juve shumë. Inshallah Zoti i ruaj gjithë. Amen, inshallah juve. Gjithë. Në mësoni dashmi Zotit, dhe thot ai që ja hek një breng dikujt, Zoti kam ja hek brengën e ti. Me të vërtet, unë kam thonë shpesh herë që edhe ata që jepin janë zgjedh prej Zotit. Ti që e bo se bep me a hek brengun dikujt, Zoti ka me t'i largu halët edhe dertët edhe brengat e tua në këtë dynja. Njëkohësisht gjithë ju që jeta kësaj bote ju ka kaplu me halët, dertë, siklete. Unë po ju tregoj një ilaq, e aje është ky. Gjithë ju që keni mundësi, vargohi edhe bohi shkaktar për largimin e mërzis të shumë nona, e shumë babalarë. Lehtësimin e vuajtjeve, na gjithmonë kër e ndihmojmë dikan edhe ja lehtësojmë vujtjën ati, vallahi sens jem të bo tjetër vese, jem të e ndihmu vetë vetën tonë, edhe të ja lehtësu sprovat brangat vetë vetës tonë. A ka më mirë,
a ka diçka më të shenjtë, a ka mirësi më të madhe, se sa ta bojsh një jetë ti bashkë me familje, ashtu si që dëgjum 8 vite më parë më ka vdek burri, e me ditë që kalon dikun për mas, është bo bashortja bashkë me fëmijë bashkë edhe kanë bo një jetë jo me harru babën apo bashortin, por prap këtu na mëson i dashmi Zotit të thonë për të vdekurit tuaj mos i harroni kurrë 2 gjona. E para lutja për të, mos e hekni prej duave, prej lutjeve tuaja kurrë, edhe jepni sadak për shpirtin e tyne. E këta që janë bo sebeb me bo këtë familje me shtëpi të re, kanë bo njetë për shpirtin e rahmetlis të parit shpis, që ka vdek para 8 viteve, dhe për shpirt ti, po e ndërtojnë këtë shtëpi për këtë familje. Në pamjet i pam, kushtet se qysh kanë jetu, veç nga pamjet e kuptojmë halin edhe dertin e tyne. E pat nanën të lëdhtë dhe të raskapitur, na po e shohim pamjen e jashtme, ftyra që flet shumë, po gjokë si kësaj nane, po brendësia asaj. Veç inshallah do Zoti, e nuk ndalemi neve asnjëherë për t'ju largu këto brenga, sa do sebep i vogël, shkaktar i vogël që jem na se punën më të madhe, është të je bo djersa ju, djersa shumë donatorve, po inshallah në vargun e tyne, na runë Zoti edhe neve na shpërblen bashkë me juve, mundohi të largoni brenga të shumë familjeve, sepse keni me liru vetë vetën prej shumë halëve, derteve edhe sikleteve. Na lusim Zotin për rahmetlin që është bon jetë nërtimi kësaj shtëpije, Zoti inshallah më shiron edhe me gjennet e gëzën. Bashortës e ti dhe fëmijëve të ti inshallah kanë jetë gjatë të lumtur, Zoti bereqetin ja ushton. Kurse kjo familje që po bohat me shtëpi të re, Zoti ja u boft jetën që këta me ndimu dikën tjetër. Në këtë vend ku po ndërtohet kjo shtëpi, kemi ndërtu edhe disa shtëpi të tjera. Edhe kemi bukur histori prekse nga ky fshat. Megjithatë, unë kam thonë që edhe gjokset tona bajnë shumë skenare të ndryshme, halle, derte, fjali, që na do t'i bartëm me vete, ndoshta do i shpalosim atë ditë kur do të dalim para Zotit. Mirë njohi edhe në fund, faleminderit o Zot, elhamdulillah, që na ke zgjedh neve, mu bo sebeb e mu ndal shumë vujtje të shumë familje. Zoti, kur mos ju hub, Zoti ju shpërbleft. Historia radhës, po kthehemi në shtëpinë të moshuarve, stafi ka përgatit një historie të një banoreje të re. Po e ndjekim edhe kthehemi pastaj prap në studio dhe komentojmë këtë historie. A je mirë? Qështë si pjosha. Bindë shek. E Zot, rumin qëto manë, nëse më habit, në qëto kohë, që ato pitho, Zotit bilutna, me më shpirti me kalajve. I njëtë dhe dhe që vetë pëtohet më që, me boj ka shërë. Ku më mojtë? Po mojtë Zotit për mje përkire. Jo metë. Dhe vladë më kanë ditë. Burë më ka ditë që 20 vjetë në shtama tjepe. Po, ja, më ka këqysi së gjësin. Kur së më ka thonë që s'kemi me ju thëmi. Kur së më ka prish. Flue.
Se s'na Zoti me madhon një evlat, pi marrin nuk dashti. Është pi marrin një që kje i gjallë. Në ka pasdish në re, lahus. 5 në kalon. S'di, që bo një Ahmet. Në pranojnë që atë bili, në sot kërnaj. Se më la e përzi. Ma shumë bajtë si po. Zotin, I ka fshërë nuk më cilën, bashka dush, ojtë më qumë I bo, e huj, ladë që ku pasëm kanë shku, dhe joni edhe sot. Qëtë vetëm I u konë. Nësë mu konë a bori. Nëse që të so vetëm. Dishëm në barë kom të madhe a bori, në për a barë që aty që ajo pa. Kërë për qalë. Ma vinë ka fjollin gjallë. Jenë në otim qyra këshlejta jo. Dimi ndike ma kalë kësë shvretin, si u dhim qa vetëm që ty. Ja, falimines për josh, që më qërë një bëni. Mirë se erdhe. Qëshje jem mirë. Qështë, si pjakat. Të të në të mirët janë. Gjinja mirë, veni mirë, të në të mirët këtu janë. Jam e Gjakovës. Falimines, e më kanë këqyrë. Një gjarë e keqë, një gjarë e keqë. Keqë nuk jam, po jam mërzit. Hina del ditë hulla. Qatë silë ma bishi. Sa kishë nga komë, s'kom najtë në shpi, te këta ma shumë. Në për argja, në pëqine, po osmune, urzova 2 herë. E theva kuki. U bona aparacion. Pja aparacionit me të rishtë. Shumë mirë se jo pak. Mirë se ke ardhë. Një si e qoj. Inshallah kish nete. Inshallah, edhe ti inshallah me shnet e me bërë. Që të etë një ma Zoti me nga këqyrë që i të njëve. Jeni me në tamë. Amen, amen. Me në këqyrë. Për Zoti gjithë që në hu. A ju një ma juve neve me në një mu. Pranimi I një banore të re këtu në shtëpin e të moshuarve. Prap, po kthehem në një thonje të dashurit tonë, ku na thot,
para se me bo një vepër që të dorën në zemër. Nëse është e mirë, me ta bo ty bëne. Nëse s'dvje mirë dikush me ta bo ty atë vepër, mos e bën. Me që dorën në zemër, me konë venin e tyre, në këtë moshë të thyrë. A din çfarë mirësie është kjo shtëpi që e keni bojë, o donator të nderuar. Me i largu prej vetmis në 4 mure me kushte të rana, me kriju një vend 24 orë shërbim. Zoti kur mos ju humbë, Zoti ju shpërbleft. E tani, historia radhës vjen nga komuna e Istogut. Disa thirrje për një familje në hall e ndert e me kushte të rana. Shkon stafi jon edhe e viziton. Na ka folë shumë stafi për këtë familje, puna 16 vjeçare jona, kur i vizitojmë tash familjet në hyrje të shtëpisë, e kuptojmë hallin dertë, nevojën sa është e nevojshme, sa është urgjente për me janë gjitë dorën e asaj familje. E kur jenë në rastet të tilla, edhe stafi kur kthehet, të mundohemi të bëjmë më shpejt, të rahatojmë më shpejt. Unë s'po flasë më tepër për lajm, me fol historia edhe rikthehemi pastaj në studio. Një me të thminja, të shpija, mas shumë të shpija. Që nga gjera? Një në tjerë më shpija. Ishtë të rëndë. Dhe që shpija me votë, se o varani. Ishte të shpija. Ishtë jam për zotë, po një mojë. Po, kash po mundet, po në binë, ishtë që. Se s'ka, kush kështë, se motë edhe kështë. Një, në që 8 vjetë që shto jam. Asë vjetë për shasës. Gjomi në ka kam bo, e pështejet në përkërujeti, në pëmujshra së më ra, se të isha së pasë mërë. Burë se këm pas, 8 vjetë në anë, shkaj që janë, në Sloveni 3 vjetë, u 7 vjetë, gati 2 vite në Gjermani, që në marshë më kam nejtë këtë me fëmi. Më nejtë një rati, e shumë i kanë një më poplit. Shumë i kanë. Salë këtine e bja lanë, një risk shpi. Abedin Mazjaraj, qati Sudënic, afer banjes këtu. Mas pari, une kisha folë që im 3 antarë, jenë të kushtit dhe gjenja është shumë e rëmë. Unë jetoj me qëtë vlau, kjo është vlau, është i smut që 30 vite. Edhe nona është pak pas qeth, edhe ajo në këtë për shpinje, për zemre, edhe po tash që edhe që o plak pak, apo din edhe nuk po din qka po folë din kështu, në gjenja sali, edhe për më shnisë në përshmirë,
Po, jenë goxha shumë trauma. Po, nevoja më e madhe është që dikush që mundet, që ka mundësi, na kemi nevojë për që shtëpi. Kjo shtëpi, më thonë, kjo është ndërtuar me 2 herë. Kjo shtëpi nuk ka asnjë sto, vetëm një ka në qash atje. Më thonë, kjo të lesh është shkatrume. Për shembull, që aty ku i ul ti në pjesën e ne, domethënë krejt është bë me gropa. Se sillin herë, domethënë më pas dridhe tokës. Kjo i ka lëzit në velohatën kësaj. Ata që kanë mundësi, në shëqata dikush që ka mundësi, unë i kisha thonë që më marrë një shtëpi dikush ata që kanë mundësi, si pas mundësis tyne. Unë nevoja më e madhe është të shtëpia. Nevoja është më e madhe të shtëpia. Valla vështirë shumë. Vështirë, për shembull, si me vllau, për shembull, që s'di sa vjet, për shembull, kësh me meta mendore. Është me meta mendore që 13 vjet. Mjekën e 7 më këshire, i Konstantina jam në mjekën e 7. Farë në tonë mu se Konstantina mjekën e 7. Shumë është e rëndë. Shumë, sidomos për shembull, vllau për shembull, ky për shembull i don banat vazhdueshme. 2-3 ditë, 3-4 ditë për shembull argjitën këtina, edhe për nonën do të më kujdes shumë për ta, se nona për shembull të cilën herë që është të plak apo din, edhe pe flisnisa është edhe na kemi marrë në qatë ditë sajna, apo din, më thonë që e ke pasur kur fëmija i vogël që do të më kujdes, unë po do të më kujdes në qatë mënyrë. Do të po të ka dale me ka nonën për dore, po do të shumë më vohë për nonën. Mu po nuk po ponoj, ka pa aty ku po moj. Ku po moj, mundësia për shembull, kush më thirr, unë pse jo shkoj dikon ponoj. Më shumë të mërzitna, se më paqef prit ma lup, edhe dhomën nonën një gjena për tyne. Një gjena për nonën se është paqef është edhe nonën në terapi që kom dorë një more blau, dykomin dhe hopat. Më vlerë se gjena. Kisha e pi jetën për dorë. Se është i smut për e njëtë edhe kjo. Paqef. Që 13 vjetë edhe kjo është e paqef. Baba se më kadera më të parhi edhe i ka mënu për shpi më marru, po deshera më të parhi, par pak. Edhe po përdo me shpi sa atar të nëna gjallë. Si këtë qatë nëna gjallë, e shpi kishtë është. Kur po frinë kjo herë për shembull, si njëstë për shembull ditë që është një herë shumë e madhe, po detyrohemi janë zonë derën edhe motrës. Gjera. Detyrohemi janë zonë derën, puna që mos po në zonë po tutëm për funi. Se këtë frinë njëra, këtë dritën zitë në dhu. Vës një stëve ka marrë, se ka marrë, vës një stëve ka shpijen marshkije. Motrës. Gjera. Që përshetin kretë kjo pjesë për shembull pikë, që është dhe qenë. Thashtë ku jemi na që tu tash, përshin edhe ju, që kretë grup është, nështë të mëne me kohë. Që për punë ka zallë, tim. Se që është shtrume vish me zallë. Kjo pjesë në mëllë kretë, shtrume me zallë, po përshin edhe vetë kretë grup është këtu. Edhe këta është këtë pjesa tjetër këtu, kjo dhoma tjetër, që është përshin edhe vetë, edhe këtu ka njësë më mërë vlo, ka më njësë kretë, edhe këtu edhe shumë keq është. Kjo është dhomë shumë e ftafme, te për këtu që është pje shumë e ftafme, shumë keq. Përveç pamjeve, histori prekësishëm. Për të mësu më shumë për këtë familje,
stafi e ka ftu për sot me ardhë në emision. E na ju thojmë mirë se keni ardhë. Hajde. Përshëndetje. Përshëndetje. Qëshje. Qëshje. Hajde uli. Uli të të. Qësh jeni? Qësh ka lutë rrugës? Mirë. Kanë arë stafi prej këtu ju kanë marë? Bo. Okej, na paka shumë e pam situatën e jetës që e bani. Valla vështirë, vështirë, sidomos për shembull nona smut, knina është edhe vlla smut. Valla vështirë. Unë për veti për shembull po duhet më angazhu shumë. Sidomos për shembull po do të barnat me bliktina nonës. Tanë në komplet po mu më kanë ratash. Më thonë, nëse së është baba më ka vdek, ko gjësur më shene, po do të mi përdhëku, po s'po banë. Po, inshallah dënë Zoti që dikush une një shpi që t'i ku... A regjia këthema në pamje ku janë edhe nona e këti veç si fotografi lemani, vazhdo. Unë e petë mas pari, për thëmë, për shpi, që aty ku i më rritë, ku i më le, inshallah dënë Allahu, një bamirës, një shëqat, ndërtim, më ndonë lim. Une, mas pari, du me i falemndru tonë, më kanë thirë plët në mërgjimtarë, Allah shpërbleft që më kanë pru pare, plus ka pas që për Shqipnis, për Kosovë, Zvicër, në Gjermani, që më kanë pru pare. I falemnderit tonë, Allah është për bleft ata që kanë pru pare, që kanë pru sene, Allah është për bleft tonë. Që ke emrin? Abedin. Abedin, qëfar më është ki Abedin? Tash i këm bo 30 vjetë. Tash i ke bo 30 vjetë. Në storien që pam, dëgjum që thëshe jam të nejtë nonës gati, tash nona si, do të më nejtë gati si një fëmi i vogël. Po. Apo mund mi adalë, Abedin? Allah po do të me zërë me shty. Ko më mëndu sa që jem gjallë, une, e që po kom edhe me qone ka pak. Normale. Kom mëndu se të rëgjohë nona, me këshy nonën, si pas mundësis tanë. Si pas mundësis tanë. Vlla e qa ka? Vlla është smut që 30 vite, nër kontrollat mjekve. Ky Halil o konë një gjenje shumë të ekstreme, dhe më thonë, o konë agresiv. Po, unë lutë në Allahot që dedikon, që tash është gjenja tina pak ma ndryshe. Ndryshem shumë i madhësht. Unë që ka nga baba, që e moj men për ta, ka nga në Gjakovë, në Prezeren, në Prishtinë, kam mësë. Gjithë ku në konë për me shnosh, por alhamdulillah për Zotit kush më falë, që gjenja tina dedikon. Se po thamë përveçësisht për shembull kështu që është krejt, shnosh, po që është shkruaj në alë na. Sa vjeti ka? 48, a? Ja, 48, po, 48. 48. Që ke emrin? Nejmedin. Nejmedin. Ma gjallë. Nejmedin. O, në. Një eva parës në storje që dëgjum, tha une e jap jetën për... Po, për dho. Pse? Dho më në kam pa qep e zamre. Kush u pa qef e zamre? Dho. E nona? E nona është e pa qef të mas luftë.
Pi mas lufte pa që? Apo mund minimu vlajt e nonës në sen? Andën kapak. Unë jemi pa qep mas lufte që 20 i të rria film alil. Ishtë për li zoti kërë në bërë. Po jem me pa qep se unë jem pacient e një strejti, mjek. Edhe në sytë në kume e lirë, po në kesh goja edhe më dridhet, ta shka shko me në të një mora opat. E për një që i shpi nga ka djek lufta neve. Serbia, kush ka liftu atër, këti ka djek lufta. Edhe kam qef një shpi me regullu për sa të është nëna gjallë, se për shua dhe këtë. Sa të është nëna gjallë, s'ka kur. Baba më ka djek që 13 vjetë në me të pashviti, pa i ke ka pas babë sërmin. Pa i ke? Po pa i ke, ma gjarë. Këm punohë me të pas që mas lufte, jem pas qef. Që 13 vjetë. Jo, që mas lufte, sa për bjen lufta? 25 vjetë. 25 vjetë, po. Edhe i kom nejtë kote në nënës me bona, me sanë, peshojme edhe këtë nënën, të këqajtë, gjena. Gjena? E më ka shku të dojtë, kalla vetë. Gjena, alili. Ku desë nënët s'ka kush, asë shpija s'ka gjohë sarë. E toke, kem toke për shpi. Pak, 25 orë. E më ka djek edhe migja. I këta e kom që kokon i vogë në shpini, kom hi për rojnë, nja kom kokon, durët, qodën kry, e hi e kom mojtë, si bloptë. Po ka zënë për rastën e luftës? E luftë, po ka alirë. Abedin? Una. Të dytë kokit lidhët me nonën? E po. Nona ma në madhe? Në video dhe gjumë, veç një fjallë që e tha, edhe ndek shabile ta di që djemë të kanë një shpit vetën. Faleminderit, alirë, e shpirë zoti ka shumë por. Faleminderit shumë. Na nonat prej lindjes e deri kur po i mbyllin sët me hallin e fmive, me sikletin e tyne. Në herë qysh me i lindë, mas nej qysh me i rritë, e në fund po i mbyllë sët me hallin e dertën e vetëm qysh po i lanë. A me ndoni që jem të bo bëllë për nonat? Allah për nonat. Kur na s'kemë mujtë me akthi nonës? Kur, qesh. Për nonën, kur nas... Kush e diçka më hona nuk mujna me akthi nonës, me përdhëku si nonë. Në kur nuk mujna... Po shë e lodhur në mosh? Po, Allah, gjallë të të vite. Gjallë të teti ka? Po, gjallë të teti. Të qojtë në më hashtë, në gjena. Të gjallë, e mu shmi shpi, gjena, të kojtë, të qojtë në më. Po, nona po qanë për juve? Po, për një djelëve dyve. Qa më bërë, nash më. Kush ju gatuna, Bedin? Vallë, nune, mëse pi, mësoj dësenet vogla të shpia, edhe vetë ka herë, në ati ki po dohet, për shumë me mora të me qitë bukën vete. Qa më lo? Mu martu? Jo, si pas gjenë që aty ku jam, s'po di, ku me qu? Po e shala dëmë zote që dhe ndim dikosh, edhe tani masën e shala qili rruga, shpresoj që ashtu une. Po, unë përthut që përthut ti në hak është në gjdo nënë, nuk muna me dalë që ati jem gjallë. Kur? Se kjo në ka rritë, ka pas votje, ka pas se krimet, për shumë problemet, shumë ta. Që kjo, ta shtë ka
formuar si një lloj tute, si një lloj ankthi, si një lloj stresi. Edhe jo kanë bashkangjit shumë. Shumë jo kanë bashkangjit, tash ato janë babash. Edhe... Pse? Kjo kokon e re, për shembull, kish pa hek shumë. Tani apet. Te burri. Te burri këtu. Tani e rosti këtina. Vllot, tani i qiks. Dhe më thonë, shumë vuqe që kanë bo, shumë. Ju keni edhe një motër? Po edhe një motër e kemi. E martume është? Po, e martume është me 2 fëmijë, po edhe ajo është ngusht, edhe për veti, ajo është në kredit për veti, është në kredi. E merr edhe ajo një social për fëmijë, po atë sa ka mundësi mund në animan. Po është puna edhe ka tuni për shembull, atë sa kanë pas mundësi, dë vetën e kanë bo, na kanë qelë derën, na kanë nimu. Atë sa ka pas mundësi, kur neve nuk kanë harru, ma thonë që vëlla shpia fajikut ma gjarve, nuk pja qelë derën. Kanë, si pas mundësis tyne, e në ardhë. A keni bo në herë kërkesë në komunë për me ju ndimu komunë? Kërkesë, une vetëm një kërkesë e kom bo për rindërtim, veç që ata kom vetë, po renovim. Kom vetë, thash për që është puna për shpia që shto, po më kanë thonë, do ty, që hala nuk kem ndërmarë, thoi që 5 vite, që s'kem ndërmarë kur gjanë. Më thonë që 5 vite s'ka ndërmarë asë një projekt, për shamë më janisë me maru shpia, kur konë ai ndjerë, për shamë baba e Ilir Feratit, dhe më thonë ai që shedim na, ka pas në qatë kohë, që ka pas në qatë kohë ndërmerë këtë dosane, i ka maru, i ka kly, po nuk në ardhërani njëve mos... Abedin masi ke arë në emision këtu, a menën që masi ta shohin shqiptarët këtë storien tonë dhe ka me dalë dikush me thonë që na po ja bëjmë shpinë? Une nuk po di, inshallah, del dikush shpresët une i kom në aty ala, kom e liftu ala, që aty e unë jam. Te kush i ki shpresat më shumë? Shpresët i kom të vetja, që kom o mënu, mas shumë ti, kom o nga, deri sa të mujmë në frimin e fundit kom o nga, që dikush kom o ndonë ndime më një mu. Për shpi. Sot është që kjo në gjallë me pa që pa hinë shpi të re. Ka më mënu sa të mëj. Po, që shkë shkuaj e nalë na këtu? Samir, nana po thotë, sa të jam gjallë të shot djemë me hinë shpi të re, ju po thoni, sa të kem gjallë nanën të shojmë nana me hinë shpi të re. Alel, e di unë që ka folë nana, po është puna se që thonë ko se kishë nanën gjallë, për shamën, ata që kanë për i tukit punën, për shamën më karo me babën, dhe më thonë një ka mos si gjistan që thonë, nuk e kimo. Ju po bojnë me shpi të re. Përhaj. Përhaj, paqë. I Zotë shpërblet. Amen. Përhaj. Përhaj e gëzopsi. Okej, hajde qëtu, Abedin, a pja bon përhaj vlajt?
Po çam të gjina. Pse gjina? Ti e maj mazë bën me ka, ti du të me thonë këti, na du të më gëzu, sot po bojmë me shpitre. Qartë. Kalëzëm në cili për juve dyve keni mi adhon lajmin nënës. Dyth këtë shkojmë. Kur jeni nisë më artë të kënëjna, a keni majtë i mëtë se keni me marrë lajmë po bojmë me shpitre? Kur? Berata, kem në i donatorë? Noar Prenici 20.000 euro i ka dhonë shoqatën, a do i fusim në ndërtimin e kësaj shtëpie. Pjesën tjetër mas ne kur bosh shtëpia, publikohet lista e donatorëve. Juve përhaju koftë. E bëni shumë selam nanës, jepja një lajmin se po bohim me shpitre. Inshallah Zoti ja falë shëndetin. Amen. Juve dhe asaj edhe pret shpinë, e unë kam ardhë kur kryet shpia me u bo përhaj shpinë. Allah s'përpli. Hajde. Unë s'pjo vënaj më shumë, së të një jepja një lajmin nanës që po bojmë me shpitre. Zoti është për bleft, po shkemi e sigëll rikthejmë në mision. Emocione. Ne mundohemi me i majtë në studio, me dëgju rrëfime prej tyre. Pasha Zotin, krejt rrëfimet e familjarëve këtu. Për neve janë mësim, mundohemi me nxjerrë, me mësu. Na vje shumë mirë kur gjojmë të ri, veç nona le të gëzohet. Ko në fundit ka njësë me i humbi, të bari, rëndësia. Manaja e nanës, po jo ka hala, një gjanë shumë e shenjt nana. Aja, me letë në sythët, edhe me dik bile t'i shë. Po me dëgju edhe pe i fmive, sa të gjallë du t'a kem t'a shënë shpitëre, është bukur e knaqme shpirtërisht. Zoti, kur më si humët gjithë ata cilët po bohen sebeb, mu bo me shtëpi të reja këto familje, në ari me 20.000 euro, edhe gjithë ju tjerë që do t'i bashkan gjist në listat kur do të publikohen. Shala Zoti është në bereqetin e familje në Zoti. Por ndryshe kjo ishte historia fundit e këti emisioni. Emisionit pare. Emision këtë që neve rrim me shumë njerëz, me shumë donatorë, me shumë shqiptarë, udhtojmë shumë, takohemi me ta kada që janë. Gjithmonë na flasin që emisioni e Premtja me Halilin, përveç plot emocionesh, ne edhe mësojmë shumë gjana, mbi gjitha prej kejt këtyne, bohemi me adit shqyqyrin Zotit pak më tepër. Kërejt letë kollaj kemi mujtë në vend tyne, kejt këtyne rasteve me qena. E kur po i shohemi formën, mënyrën e jetesës që shpojetojnë shumë familje, i kthehemi të lumit Zot me adit shqyqyrin pak më tepër. E neve, thomi o Zot, në falë kur ankohemi, nështë nuk jena mirë njohës sa duhet për mirësit dhe dhuntit që na i ke dhënë. Për gjithë ju, shqiptarë këtë që jeni, ju që dëni me hynë këtë karavanin humanitar të aktiviteteve tona, juve që dëshironi me lehtësu jetën edhe i keni mundësit që këtë lehtësim me bo për mes sadakas, për mes dhurimit të donacioneve. Këto janë mundësit për gjitha donacionet të shoqata bëmirëse jetimat e Ballkanit.
Për bashkëdhetarët tanë që jetojnë dhe punojnë në Zvicër, këto janë dhënat bashkë me gjirologarinë e shoqatës tonë në shtetin e Zvicrës. Për bashkëdhetarët që jetojnë dhe punojnë në Gjermani, këto janë dhënat bashkë me kontonumrin, gjirologarinë e shoqatës tonë në Gjermani. Në Kosovë, adresa e bankës apo kontonumri, gjirologaria e bankës, banka ekonomike, kontës së shoqatës tonë është kjo që po shihni në ekran. Ne gjithashtu kemi edhe në Prokredit gjirologari, si edhe në bankën kombëtare, tregtare, këto janë dhënat e shoqatës për gjithë ata cilët ju vjen më lehtë me kontribu në këtë bankë. Nga këtu kalojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto janë dhënat e shoqatës tonë për gjithë shqiptarë që jetojnë atje, nga Amerika në Maqedoninë e Veriut. Këto janë dhënat e degës tonë, si dhe dhënat bankare të shoqatës tonë në Maqedoninë e Veriut. Pamjet ishin të GoFundMe's edhe PayPal, se dhe janë 2 numra që përmes një SMS-i ju mund të kontriboni në shoqatën tonë me shumën për njerë, duke dërgu një SMS në numrin 55333 55444. Këta 2 numra vlejnë veç për ata që kanë numër vala. Ky është emisioni i kësaj nate. Na lusim Zotin Gjeleshanu, inshallah na i pranon veprat e mira. Juve inshallah Zoti ju runë, ju shpërblen me gjithat mira. Deri të premtën e ardhshme, Zoti kur mos ju takojmë premtën e ardhshme.